Përshëndetje. Kjo video është si një video reflektimi për gjajet e fundit që ka ndodhur. Po shikoja mbrëm në një video kryeministrin Rama që thoshte na jepni votën që t'ju integrojmë në BE. E me thënë drejtën duket shumë e neveritshme si hipokrizi, domethënë. Se ky kryeministri jonë këtu ishte edhe para 2013 që premtonte ujë 24 orë, premtonte spitale ndryshe, ka por rreth 100 premtime të cilat asnjë nuk e ka mbajt. Shëndetësia falas, ne gjithë e dim ku është Ilir Beqia sot. Premtoi infrastrukturë të re, ne kemi pa që 0 kilometra ka shtruar vetëm një rrugë private që dhe atë një shteg për me hyje hapën me luftë, domethënë fal çunave aktivist që rezistuan aty edhe e u hap me shumë, e dini historinë, domethënë nuk ka nevojë ta përsëris. Premtoi ujë drita falas edhe realisht për shembull në këtë moment që flasim në Përbanesë nuk ka drita për shkak sepse paraditeve hikin dritat. Nuk e di pse, nga 2-3 orë për çdo paradite hikin dritat. Premtoi ujë Mamursi, ju e dini ka 30 vite pa ujë. Edhe gjoja kanë nisë një ujësias, unë isha i pash ato punimet, po ecin me ritmin e breshkës, domethënë një skandaloze. Këtu e kam fjalën për ujësiasin e Kurbinit, se Mamursi s'bëhet fjalë, domethënë. Çfarë ju them unë, domethënë, edhe tash do shkojmë bëjë me stil jetese mesjetar, domethënë. Kjo është ideja. Dhe besoj që e kuptoni që si solli ujë drita 24 orë, si bëri shëndetësinë falas, si bëri shumë gjëra të tjera, do marrë edhe këtë premtim Rama. Besoj e kuptoni ju, do thonë se do ta mbaj edhe këtë premtim, do na fusin BE-n. Do thonë Rama do na fusin BE. Dhe kjo është domethënë ajo që do thonë thjesht duke krahasu këto gjëra më duket shumë i neveritshëm. Ndoshta mund ta kem se jam i indoktrinuar, se shumë për kur bëj debat me një socialist, për shkak se më në një njeri që është pak më gri, për shembull, thot, ha mos e ju u ka shplat rrut Berisha, ju jeni bër, do ju ashtu. Berisha mund të jetë burri poshtër, mund të jetë edhe burri keq. Por ka më keq se Edi Rama. Edhe prandaj, do të thonë se ka se ngjë shumë te ja po s'po votojmë Ramën, këtë votojmë, do thonë Berisha është i vjetër, Berisha është, ke parasysh bufi knetës, ku ta di unë, do thonë këto stigmat, këto bullizimet që bëjnë, do thonë këta komunistët, këta as komunistë nuk janë, se komunistë ishin ndryshe, pak në ata të futshin plumin edhe e dije që po si e me to haje plumin, kurse këta të lejnë vdekur për zgjalli. Ta fusin për shumë konkretisht për shumë zonën e Mamursit, për shumë kam marrë informacion që janë mbi gjysma e mësuesve patronazhistë që hikin nga ora mësimit të bë fushat për shembull. Po thjesht jam marrë me to se njëla duke lap për arsimin për ditë për shembull. Kjo është domethënë, që ju shikojeni mendojeni vetë gjëra domethënë. Unë mendoj që mes dy të këshijave më mirë me votu të keqen më të vogël. Sa do i poshtër, si që nisa me thënë që partjet se Berisha, prapë si Rama nuk ka bë. I përmendin 21 janarin, i përmendin ku ta diun që i përmendin Berishës, po edhe nëse Berisha ka bë 21 janarin, herën me Lia vrau Ardit Xhokla, ne s'ka marrë përgjegjësi asnjë akoma. Sa vetë i kanë varë vetën, janë vrarë, do thënë, për drita, për ujë, që kanë fut njerëz për 30.000 lekë vjetra në burg. Kupton, nuk krahasojnë krimet me krime, kuptoni, por që Rama është skandal fare, nuk e di, qofshi ju që e votoni, qofshi ju që jeni, nuk e di, do thënë. Po mendoj se kësaj radhe duhet t'i vini gishtin kokës. Nuk po them fare për fushat, po kjo situata kështu, nuk e di se si do shkoj e ku do shkoj. Megjithatë, unë ju uroj gjithë mirat me gishtin kokës.